Pite me 4 kuleç e mbushur me spinaq, qep të njuma dhe ojk. Filloj me përgatitjen, përgatisim brumin. Në një shtoj millin, kripën, vojin, i hedhim ujë dhe formojmë një brum të butë. E lojmë brumin që të pushoj, derisa brumi të pushoj, përgatisim mbushjen. Në një tjetër shtojmë spinaqin, qep të njuma, vezën, ojkën dhe kripën, i përzim derisa ta formojmë një mos të njëtrajtshme. Brumi ka pushu, e ndojmë në 4 pjesë të barabarta, se cilës pjesë ja japim formën e një kulaçi duke rrokollisur në mill, më pas i hapim në masinë e një pjate të madhe, i lyjmë me vaj dhe i rendisim njërën mbi tjetrën duke formuar një petë të madhe në formë të një drejtkaqit. Më pas petën e hapur e ndojmë në 4 pjesë të barabarta dhe marrim, hedhim vaj dhe nga këto 4 pjesë formojmë 2 pjesë duke renditur njërën mbi tjetrën. Pra e formojmë në fillim petën e parë, vendosim në tepsi dhe ja kalojmë mbushjen, vendosim petën e dytë, formojmë rrethin dhe e pjekim temperaturë 220 gradë. Besoj se ju ka pëlqyer. Mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.